Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se vini në radio televizionin Ora News, jemi me lajmet e orës 20, titujt kryesor. Ilir Meta kërkon dialog politik për drejtësinë, konsideron të papranueshme politikën e faktit të kryer. Ambasadorët të Lu e Vllautin 2 orë në zyrën e kryeministrit Rama për ngërçin e reformën e drejtësisë. 60 banesa rrezikojnë të përmbyten, banorët e Kamzës japin alarmin se po kërcënohen nga lumi Tirana. Kompanitë e sigurimeve nuk marrin përsipër të sigurojnë fermat, e cilësojnë risk të lartë. Orteku në Alpet franceze përfshin një grup nxënësish, 3 të vdekur dhe 5 të zhdukur. Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta doli sot hapur dhe prerë në mbështetje të dialogut politik për reformën në drejtësi. Sipas Metës ka vetëm një përgjigje për reformën që ajo të jetë gjithëpërfshirëse dhe konsensuale dhe për këtë kërkoi mbajtjen e një tryeze politike. Meta kërkoi që të shmanget politika e faktit të kryer dhe opozita të jetë pjesë e miratimit të reformës, e cila duhet të ketë vulën e besueshmërisë. Kryeparlamentari paralajmëroi se ata që duan të luajnë me sugjerimet e Komisionit Venecias mund të përballen me referendumin e qytetarëve. Kreu i Kuvendit Ilir Meta, njëherësh kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, del hapur në mbështetje të një tryeze politike për reformën në drejtësi, si e vetmja mundësi që ajo të jetë konsensuale, gjithëpërfshirëse dhe e besueshme. Udha drejt një reforme të tillë, tha kryeparlamentari, është shtruar nga Komisioni i Venecias. Tani që ekspertët kanë dhënë kontributin e tyre, si dhe me shtratin e shtruar nga raporti i ndërmjetëm i Komisionit të Venecias, është koha e çeljes së dialogut politik parlamentar për të çuar përpara dhe konsoliduar procesin e reformës, me qëllim arritjen në një dokument përfundimtar të gjithëpranuar. Në mbledhjen e kryesisë së LSI-s, Meta artikuloi në mënyrë të vazhdueshme refuzimin e politikës së faktit të kryer, që në terma konkret do të thotë miratimin e reformës pa opozitën. Logjika e faktit të kryer për çështje shumë të mëdha që shqetësojnë qytetarët është e papranueshme. Vendi është përballur edhe më parë me vendime të nxituara dhe jo transparente që kanë prodhuar efekte negative kohëgjata, siç ishin edhe ndryshimet kushtetuese të prillit të vitit 2008. Pasojat e të cilave vazhdojnë të na shoqërojnë edhe sot. Politika e faktit të kryer provokon ndarje dhe shpikje fajtorësh. Përballë akuzave që forcohen nga demokratët për tentativë të shumicës për të kapur sistemin e drejtësisë, Meta përjashtoi LSI-n si partia që synon të vërë në kontroll institucionet e pavarura. Deklarata prej 13 minutash e kreut të LSI-s panti si shtyllë fjalët konsensus dhe gjithëpërfshirje, dhe për ata që nuk duan t'i qëndrojnë këtyre parimeve, Meta paralajmëroi mundësinë e një referendumi. Sugjerimet e Komisionit të Venecias janë të qartë për gjithë ata që janë profesionistë dhe që janë të pa-anshëm, natyrisht për gjithë ata që duan të luajnë, absolutisht ne këto sugjerime do t'ja japim publikut, do t'ja japim qytetarëve, në mënyrë që në fund fare ata të gjykojnë me mendje të kthjellët, po pse jo, edhe me çdo mënyrë tjetër, cilindo që bëhet një pengesë për këtë reformë madhore. Kreu i LSI-s shprehu mbështetje të hapur për Ministrinë e Drejtësisë, për të dhënë kontribut në të gjitha ato pika që deri më tani ekspertët nuk kanë rënë dakord për reformën në drejtësi, por Meta thanë se LSI do të bashkëpunonte gjithashtu me të gjithë ekspertët e deri tanishëm, çka nuk përjashton bashkëpunimin me ekspertët e Partisë Demokratike. Shqetësimet e opozitës për brendinë e draftit të reformës në drejtësi, si dhe kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta për mungesën e konsensusit politik, kanë rikthyer edhe një herë në bisedime ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Ambasadorët Donald Lu dhe Romana Vllautin janë takuar pas ditën e sotme me kryeministrin Edi Rama. Rreth 2 orë ka zgjatur takimi në selinë qeveritare mes ambasadorëve Lu e Vllautin me kreun e ekzekutivit dhe mendohet se tema e bisedimeve lidhet me momenti ku ndodhet hartimi i reformës në drejtësi.
kur ekspertët i kanë dorëzuar Komisionit të Posaçëm draftin e reformës që sipas opozitës në 11 pika bie ndesh me sugjerimet e Komisionit Venecias, ndërsa sipas Metës nuk është gjithëpërfshirës. Mungesa e takimit të rutinë të smërkurës mes dy bashkëkryetarëve të koalicionit qeveritar ka shtuar pikpyetjet për një mosmarrëveshje të re mes tyre. Burimet thonë se edhe darka festive e vitit të ri mes dy partive në qeverisje e planifikuar për të njëjtën është shtyrë për të disatën herë. Kryeministri e kaloi me humor pyetjen se pse nuk u takua sot me Ilir Metën, duke ftuar media në çadrën e tij. Takimi konsultativ i së mërkurës mes kryeministrit Edi Rama dhe kreut kuvendit Ilir Meta i kthyer në një rutinë prej disa kohësh, sot nuk u zhvillua. I pyetur në lidhje me këtë takim të munguar, kryeministri Edi Rama e ka kaluar me humor duke lëshuar një prej batutave të tij të çastit që lidhej me shiun dhe ombrellën. Pse nuk e zhvilluat sot një takim i tillë? Hajde në çadrën time. Faleminderit. Hajde në çadrën time, ku do të shkoni? Ne do shkojmë në redaksi, po donim një përgjigje. Deri në redaksi nuk ju çoj dot. Një përgjigje zoti kryeminist. Por në ndritën e zhvillimeve të reja politike, Edi Rama duket se do të ketë nevojë të ftojë në ombrellën e tij jo median, por kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe bashkëkryetarin e tij në qeverisje, Ilir Metën, i cili sot doli qartësisht hapur në mbështetje të një tryeze politike për reformën në drejtësi, një qëndrim që shkon në të kundërt me atë të kryeministrit. Burimet të sigurta thonë se edhe darka festive e vitit të ri mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim e planifikuar të njëjtën me datë 14 janar, pas disa shtyrjeve, nuk do të zhvillohet. Me sa duket, në kampin qeveritar nuk ka festë dhe ndoshta në këto kushte, shefit të qeverisë do t'i duhej një çadër për vete, që të mos laget në shiun e problemeve të reformës në drejtësi, të cilat mund t'i zgjidhë pa opozitën, por jo pa Ilir Metën. Një ditë pas publikimit të draftit të reformës në drejtësi të ekspertëve të nivelit të lartë dhe në pritje të mbledhjes së Komisionit Parlamentar për Reformën në Drejtësi, demokratët prezantuan 11 nga 138 rekomandime të Venecias që sipas tyre nuk janë marrë në konsiderat. Grupi i ekspertëve, bashkë me nënkryetarin e Komisionit Posaçëm Parlamentar Eduard Alimi, akuzuan mazhorancën se synon kapjen politike të drejtësisë, ndërsa këmbguli në zgjedhjen me 2/3 e votave në parlament të përfaqësuesve të sistemit të drejtësisë. Ekspertët e Partisë Demokratike cilësojnë draftin përfundimtar të ekspertëve të majorancës për reformën në drejtësi si rrugën e sigurt që e çon sistemin në duart e politikës. Deputeti Eduard Halimi tha se me këtë draft kryeministri Rama uzurpon gjithë drejtësinë. Shkarkon dhe emëron menjëherë prokurorin e ri të përgjithshëm. Shkarkon, siç doli nga drafti i djeshëm, të gjithë gjykatën e krimeve të rënda të shkallës së parë të apelit. I shkarkon me njëherë të gjithë gjyqtarët e krimeve të rënda. Me ligj, me kushtetutë, me këtë draft që është. Dhe emëron gjyqtarët e rinj. Ai, kryeministri. Janë 11 nga 138 rekomandimet e Komisionit të Venecias që ndajnë ekspertët e Partisë Demokratike me ato të majorancës. Në thelb qëndron formula për zgjedhjen e kryetarëve dhe anëtarëve të institucioneve kushtetuese të drejtësisë. Pra janë plot 30 funksionar të rinj që përbëjnë kupolën e sistemit gjyqësor shqiptar të prezantuar sipas kësaj reforme të njëanshme, të cilët emërohen qartësisht në mënyrë të njëanshme nga një majorancë që kontrollon votat. Demokratët pretendojnë se në draftin përfundimtar nuk ka reflektim të rekomandimeve të Venecias mbi çështjen e ndërprerjes së mandatit të prokurorit të përgjithshëm. Zvendësimi i prokurorit të përgjithshëm nuk është domosdoshmërisht një çështje nevoje dhe mbajtja e prokurorit të përgjithshëm deri në skadimin e mandatit të tij do të ishte e pranueshme. Ekspertët demokratë dhe ata të majorancës nuk bien dakord edhe mbi rolin e presidentit në përzgjedhjen dhe emërimin e gjyqtarëve. Komisioni Venecias është shprehur që roli i presidentit duhet të jetë më i pakët nga ai që presidenti zotron sot, megjithatë i ka njohur të drejtën presidentit të Republikës që të refuzojë kandidaturat që janë dukshëm të papërshtatshme. Por gjithë këto ndasi nuk e pengojnë Partinë Demokratike që të shohë akoma mundësinë e gjetjes së konsensusit për një draft konsensual. Të tërhiqen nga skema e kapjes politike në përmbajtje, të respektojnë 1000 rekomandimet e Komisionit Venecias. Sipas ekspertëve demokrat, në draftin final nuk janë reflektuar dhe rekomandimet që lidhen me ngritjen e gjykatës së lartë administrative, e drejta për kompetencat të gjykatës kushtetuese për të vlerësuar një ligj për rishikimin e kushtetutës, si edhe rekomandimet në lidhje me procesin e rivlerësimit tërësor të gjyqësorit dhe të prokurorisë.
Kryetari i shoqatës prokurorëve të Shqipërisë, Shkëlqim Hajdari, ka ankimuar vendimin për transferimin e tij në prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Shkodër. I kontaktuar me telefon nga Ora News, prokurori Shkëlqim Hajdari deklaroi se ankimimi në gjykatën administrative të shkallës së parë në Tiranë e ka dorëzuar ditën e martë. Vendimi për transferimin e Hajdarit në Shkodër u mor në mbledhjen e Këshillit të Prokurorëve në 10 dhjetor të vitit që shkoi. Aktualisht, Hajdari ushtron detyrën e prokurorit në Prokurorinë e Apelit Tiranë. Rreth 60 banesa në zonën e Kamzës rrezikojnë të përmbyten për shkak të vërshimit të lumit të Tiranës. Sipas banorëve, lumi ka gërryer rreth 10 metër tokë duke u afruar banesave të tyre. Ata i bëjnë thirrje bashkisë së Kamzës dhe të qeverisë të ndërhyjnë për të rehabilituar argjinaturën e lumit. Lumi i Tiranës rrezikon përmbytjet jo vetëm për banorët e zonës së Babruse pas Kuqanit, por dhe të Kamzës. Rreshjet intensive të ditës së sotme dhe fryrja e lumit të Tiranës ka sjellë gërryrje të tokës në gati 10 metra duke rrezikuar 10 banesa në zonën e Kamzës. Banorët e lagjës Pajsori në Kamës, në gjendje paniku nga vërshimi i lumit, kanë dalë jashtë banesave të tyre pavarësisht temperaturave të ulta. Kara lumi ka pas shumë gërryrje lumi, se po vazhdon dita ditës që të vazhdoj të vërshoj afër shtëpive. Por arriti që të binë shi sonde, rrezikon shtëpiat dhe rruga. Tu afër ka banesa apo jo? Afër ka banesa, as 10 metër nuk janë banesat. Rruga kanë ngel 1 metër. Kanë thënë shko aty, shko këtu, nuk më është dhënë asnjë përgjigje ndihmë, asnjë gjë. Domethënë kemi ardhur këtu, kërkuam ndihmë për jush, nuk dim gjë tjetër ç'a më bë. Këtu për gjithë natën po filloi kështu do na marrë shtëpiat. S'kemi qa me bo. Kanë ardhur këtu para 3 ditësh, thanë që të merrni fëmijët, familjen edhe ikni, s'kemi qa t'ju bëjmë. Sipas banorëve, këto vërshime nuk janë parë prej vitesh dhe aktualisht po rrezikojnë 60 banesa, ndërsa apelojnë për ndërhyrjen në rehabilitimin e argjinaturës së lumit të Tiranës. Fermerët shqiptar nuk e kanë përqafuar nismën e Ministrisë së Bujqësisë për t'i detyruar me ligj të sigurojnë bizneset e tyre bujqësore. Sipas tyre, kompanitë e sigurimit nuk marrin përsipër të sigurojnë tokat e tyre. Ndërkohë, Ora News sjell edhe reagimin e kompanive të sigurimit që thonë se është e pamundur marrja 100% e riskut pasi fermerët më parë duhet të kryejnë investime për të ndaluar përmbytjet. Përmbytjet e disa ditëve më parë kanë rikthyer edhe një herë debatin e nxehtë për sigurimin e tokave bujqësore. Pas nismës së Ministrisë së Bujqësisë për ta sankcionuar me ligj sigurimin e bizneseve në bujqësi, fermerët fajsojnë kompanitë e sigurimit që, siç thonë ata, nuk marrin përsipër të sigurojnë tokat e ekspozuara karshi përmbytjeve. Arsyet pse nuk e sigurojmë janë sepse në tërëvis nuk të siguron kush, sepse është në nivel det. Kanë tentuar dhe nuk na kanë pranuar, sa thonë ministri thotë me sigurua. Po ministri nuk ka dinë se ku bjen tërëvica. Na pranojnë për arsye se janë tërëvic, edhe nuk na pranojnë se as ka kanale të hapura, pompat herë punojnë, herë punojnë, edhe nuk na sigurojnë për atë arsye. Por në një intervistë për Ora News, drejtori i përgjithshëm i kompanisë së sigurimit Eurosik Gjevdet Kopani shpreh se kompanitë nuk mund ta marrin 100% riskun përsipër. Për këtë, sipas tij, do duhet që fillimisht fermerët të investojnë në parandalimin e katastrofave natyrore, si përmbytjet përmes investimeve në sistemin e kullimit dhe atë të kanalizimit. Asnjë kompani nuk don që të marrë 100% riskun. Prandaj bëhet vlerësimi me ekspert, bëhet vlerësimi i riskut sa është risku, sepse nëse ai ka ndërtuar fermën e tij poshtë nivelit të ujrave, nuk ka asnjë kanal kullues dhe në momentin e parë që bie një ditë shi ajo përmbytet, kuptohet rreziku aty është 100%. Ose është bastalla në brekun e lumit, domethënë poshtë urës, normalisht ajo do përmbytet. Zoti Kopani shpreh se ligji për sigurimin e tokës bujqësore është i vonuar dhe i domosdoshëm. Ka ardhur momenti me gjithë këto problemet fatkeqësive natyrore, katastrofave, të përmbytjeve dhe jo vetëm përmbytjeve, duhet ishin hedhur hapa më konkret në drejtim të sigurimit të fermerëve dhe të kulturave bujqësore, të agroindustrisë në përgjithësi, si një sektor i rrezikuar dhe që i ekspozuar ndaj rrezikut të fatkeqësive natyrore. Me hyrjen në fuqi të ligjit për sigurimin e tokave bujqësore, kompanitë e sigurimit do të nisin së shpejti një fushat ndërgjegjësuese për të motivuar fermerët shqiptar që ta përqafojnë atë.
Kesh ka nisur shkarkimet nga hidrocentrali Vau të Dejës për të ruajtur kuotat në kaskadën e lumit Drin. Burime zyrtare nga korporata bëjnë të ditur se shkarkimet kanë qenë në nivelet të ulta. Gjatë 2 ditëve të fundit, bashkë me prodhimin nga turbinat, ato kanë arritur në 1000 metër kub në sekond, duke qenë më të ulta se prurjet në basen dhe duke mos përbërë rrezik për përmbytje. Prurjet e ujit në kaskadën e lumit Drin janë rritur ndjeshëm duke detyruar Keshin që të bëjë shkarkime nga hidrocentrali Vau të Dejës. Burime nga korporata elektroenergjetike shqiptare bëjnë të ditur se këto 2 ditë janë bërë shkarkime për të ruajtur kuotat në basen, por ato kanë qenë në nivele të ulta dhe nuk përbëjnë rrezik për përmbytye. Sipas Keshit, në total, gjatë ditës së djeshme, por edhe ditës së sotme, prodhimi dhe hapja e portave në ecin e Vau të Dejës ka qenë maksimumi rreth 1000 metër kub në sekond, më pak se prurjet natyrale në basen. Kesh bën të ditur se aktualisht nuk ka shkarkime nga portat, por në varësi të prurjeve, bazuar në rekomandimin e 3 ditëve më parë të Sekretariatit Teknik të Trajtimit të Plotave, për të administruar me tendencë ulje kuotat në ecin e Komanit dhe Vau të Dejës, do të synohet ulja e nivelit të ujit, por edhe prurjeve. Kjo nëpërmjet prodhimit, por kur është e nevojshme edhe nëpërmjet portave të shkarkimit. Sipas korporatës, shkarkimet do të jenë gjithmonë të kontrolluara pa rrezik përmbytje dhe në çdo rast më pak se prurjet natyrale. Hidrocentrali Fierzës do të vijojë të mbetet i stakuar me qëllim akumulimin e prurjeve për rritjen e rezervës energjetike. Sipas të dhënave të fundit, niveli Fierzës ka arritur aktualisht në 285.1 metër dhe prurjet janë 400 metër kub në sekond. Në Koman, niveli i ujit ka arritur në 172.1 metër dhe prurjet 300 metër kub në sekond. Ndërsa në Vaun e Dejës niveli i ujit është 74.2 metër dhe prurjet vlerësohen në 230 metër kub në sekond. Qeveria do të nxjerrë nesër në shitje 3 miliard lek obligacione 10 vjeçare me një normë interesi 8.25% në vit, që konsiderohet i lartë krahasuar me alternativat e tjera të investimit si depozita dhe bonot e thesarit. Si rrjedhime dhe interesi nga qytetarët pritet të jetë i lartë, pasi aktualisht mundësitë ku të investosh parat janë paksuar ndjeshëm. Shqiptarët do të financojnë borxhin e qeverisë për një kohë të gjatë. Ministria e Financave njofton se të njëjtën do të zhvillohet ankandi radhës i obligacioneve 10 vjeçare me kupon fiks. Në shitje do të dalin obligacione me vlerë 3 miliard lek dhe interes vjetor 8.25%. Kjo normë interesi konsiderohet e leverdishme për të gjithë ata që kanë para dhe duan të investojnë ato, në kushtet kur alternativat e tjera të investimit janë paksuar ndjeshëm. Për këtë arsye, pritet që interesi nga qytetarët të jetë i lartë. Aktualisht, interesat e depozitave kanë zbritur në 2%. Drejt këtij niveli po zbresin edhe bonot e thesarit një vjeçare, ndërkohë që investimi në biznes konsiderohet me risk të lartë për shkak të ngadalësimit të aktivitetit ekonomik në vend. Që prej tetorit të vitit 2013 janë zhvilluar gjithsej 20 ankande për obligacionet 10 vjeçare, ose ndryshe letrave me vlerë të qeverisë që janë me risk zero. 11 prej të cilave kanë qenë me kupon fiks dhe 9 me interes të ndryshueshëm në bazë të kërkesave dhe pjesëmarrjes së qytetarëve. Një ortek dëbore në Alpet franceze ka përfshirë një grupë nxënësish. Mediat franceze bëjnë të ditur se 3 persona kanë humbur jetën, ndërsa 5 të tjerë konsiderohen të zhdukur. Një ortek në Alpet franceze ka goditur një grup nxënësish prej 10 vetash, instruktorin e tyre të skive, si dhe një turist ukrainës gjatë kohës që këta të fundit po ushtronin sportin dimëror. Deri më tani autoritetet kanë komunikuar se 3 persona kanë humbur jetën, ndërkohë që 5 të tjerë janë shpallur të humbur. Mes viktimave është edhe një vajzë 14 vjeçare si dhe turisti ukrainas. Mjekët raportuan se instruktori i skive është gjetur pa ndjenja, teksa thanë gjithashtu se po japin ndihmën e nevojshme shëndetësore për personat e lënduar. Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur një ekip i kërkim shpëtimit, i përbërë nga 4 helikopter dhe 60 shpëtues. Kjo skuadër ka arritur që të shpëtojë një person, por ende vjon puna për të gjetur pjesën që rezulton e humbur. Gjatë këtij muaji, në Alpet franceze 4 turistë të tjerë kanë humbur jetën, mes të cilëve 2 lituanez, një spanjoll dhe një çek. Tentatori i sulmit të kamikaz në Stamboll ka hyrë në Turqi vetëm 7 ditë përpara se të shkaktonte tragjedinë në zemër të zonës turistike të qytetit. Autoritetet turke thanë se identifikuan Nabil Fadli përmes shenjave të gishtërinjve që ai kishte lënë në zyrën e regjistrimit të klandestinëve. Policia turke është vënë në ndjekje personave që mund të kenë ndihmuar në kryerjen e sulmit, ndërsa ka prangosur edhe 3 shtetas rus me akuzën se bashkëpunonin me Shtetin Islamik.
Autoritetet turke kanë identifikuar sulmuesin kamikaz që vrau 10 turistë dhe plagosi 15 të tjerë të martën në zemër të Stambollit, në lagjen më të frekuentuar Sultan Ahmet në afërsi të Xhamis Blu. Quhet Nabil Fadli dhe ka lindur në Arabinë Saudite në vitin 1988. Sipas policisë turke, ai ka hyrë në Turqi nëpërmjet Sirisë si azil kërkues dhe më 5 janar është regjistruar në Drejtorinë e Migracionit Zeytin Burnu, ku ka dhënë generalitetet dhe shenjat e gishtave. Ekipet e posaçme të Departamentit të Policisë kanë analizuar mbetjet e sulmuesit pasi hodhi veten në erë dhe kanë konstatuar përputhshmëri në shenjat e gishtave dhe elementë të tjerë. Fadli kishte lënë edhe një adresë në Drejtorinë e Migracionit, në të cilën sipas deklaratës së tij, ai jetonte edhe me 4 persona të tjerë. Sipas zyrtarëve të lartë turq, ai kishte qëndruar për 4 ditë në adresën e dhënë dhe më pas ishte zhdukur. Inteligjenca turke dhe ekipet e antiterrorit vijojnë hetimet për lokalizimin e personave që kanë ndihmuar sulmuesin me procedurat e azilit. Sa kaq, një person është arrestuar në lidhje me sulmet e 12 janarit, teksa 3 rusë janë vënë në pranga si të dyshuar në lidhje me Shtetin Islamik. Policia ka mbështetur ambientet ku qëndronin rusët në Antalya, duke konfiskuar dokumente, CD dhe sende të dyshimta. Gjithashtu edhe konsullata e përgjithshme ruse në qytetin bregdetar konfirmoi lajmin, duke thënë se rusët arrestuar dyshohen për lidhje me organizatën terroriste. Sipas informacioneve, 15 sirian do të dëbohen menjëherë nga Turqia pas konfirmimit për radikalizim të tyre. Ministri i Brendshëm turk, Efkan Ala, në një deklarat për mediat, tha se në total janë arrestuar 3318 persona në një superoperacion të koordinuar në të gjithë Turqinë. Nuk ka pasur një pretendim të menjëhershëm nga grupe terroriste për sulmin, por grupet islamiste, ato majtiste dhe kurde kanë kohë që kanë destabilizuar Turqinë me sulme me viktima, veçanërisht të zonat në juglindje. Turqia është bërë objektiv i Shtetit Islamik, ku gjatë 2015-s 130 persona humbën jetën në 2 sulme të ndryshme, 100 në Ankara dhe 30 në Suruç, qytet në kufi me Sirinë. Teksa ka shkuar në 11 numri i viktimave si pasojë e sulmit kamikaz në Stamboll, ministri gjerman i brendshëm ka vizituar të plagosurit në spital, ndërsa në konferencën për shtyp me homologun e tij turk tha se shënjestra nuk kanë qenë shtetasi gjerman. Numri i viktimave të regjistruar në shpërthimin që tronditi Stambollin është rritur në 11, pasi një shtetas gjerman dërroi jetë gjatë orëve të fundit në spital. Lajmi është komunikuar nga autoritetet turke, por edhe nga ministri i brendshëm i Gjermanisë, Thomas de Maizière, i cili udhtoi drejt Turqisë për shkak të incidentit. Burimet zyrtare kanë raportuar gjithashtu se 2 shtetas të tjerë gjerman vijojnë të mbeten në një gjendje tepër të rëndë. Thomas de Maizière fillimisht ka udhëtuar në spitalin në të cilën ndodheshin të plagosurit e incidentit tragjik, ku u shoqërua nga kryeministri i vendit Ahmet Davutoglu. Më pas ai u takua me homologun e tij Efkan Ala. Gjatë konferencës së mbajtur për shtyp, ministri i brendshëm turk komunikoi se autoritetet kishin arrestuar një person që mund të ketë lidhje me shpërthimin. Ndërkohë de Maizière, gjatë fjalës së tij, tha se sulmi nuk kishte si objektiv kryesor shtetasit gjerman, teksa shtoi se qytetarët e vendit të tij mund të udhtojnë lirisht drejt Turqisë. As shtyrja afatit për pajisjen me kartë identiteti deri në prill nuk i ka shmangur radhët e gjata në sportelet e qendrave shëndetësore. Në radhë për orë të tëra janë detyruar të qëndrojnë edhe personat me aftësi të kufizuara dhe të moshuar gjithashtu. As shtyrja afatit me 4 muaj për pajisjen me kartët e shëndetit nga Ministria e Shëndetësisë nuk i ka çliruar radhët e gjata të qytetarëve në rrethe. Në Vlorë dhe Shkodër, puna me një sportek dhe ngadalësia me të cilën punohet është kthyer në një makt që të kujton radhët e dikurshme. Radha dhe pritja nuk ka kursyer as pensionistët e moshuar në Shkodër, ku radha një ditë më parë respektohej me praninë efektive të policisë. Kuj, jo dikuj ja bojnë, dikuj s'ja bojnë. Ka njohin ja bojnë, ja napin edhe nëndo. Me pare janë të i bo, të i mledhe ata dokumentat me pare, të i qitë i tu me njofti, edhe një në lojnë mas të jeti ta. Sa ta dita 3 që vje i to, s'ma vetë veshin kush. Unë kam servet Ibrahimi, thë të ke servet. Të është 2 jemë qojnë me letra me tëna, shkajti doktoresha logje, jo thë të ke regull, ma qërë me internetin. Fëmija është invalid, këtë e kanë prej veç për i muaj, veç për i muaj, tash unë e kam bo para vitit 3 tash ka marrua fati, me u bo prap, për çdo muaj. Sa vjeç je? 84. Prej sa diç vjen këto? Jo, sot s'pajt kam orë sot. Qenorët e para ju duke prit? Po, qysh nadet. Dërko, a je informu që është shty afati? Nuk kam liberis, Ndërsa në Vlorë, aplikuesit kërkojnë të shtohen sportelet. Vim në fshati,
kemi njës të sëmur, unë duhet të i marë sot që të marë ilaçet nesër. Duhet të respektoj të ralla. Jo të shtyjë këtu nënat, motrat. Ka regull. Këtu një sporteli këtu pëhan njëzit me një tjeti, kush të futet i pari. Një futet me mik, një futet me shok, një futet kështu është të punë. Kemi 5 ditë u vdikim, në ratë fikt. Por edhe qojnë në dore për midor, kush ka të njojtur, kush ka kështu, futet. Ata i s'kanë rrinë atje për jashtë, në shi. Përveç shtyrjes së afatit deri në prill, Ministria e Shëndetësisë ka vendosur të zgjasë orët e punës së punojësve të saj, duke lënë sportelet e hapura deri në orën 20, pa përjashtuar as ditën e shtunë. Plani urbanistik i Tiranës i është besuar studios UNLab dhe arkitektit italian Stefano Boeri, i njohur për ndërtimin në Milano të 2 kullave që konsiderohen si pylli vertikal. Drejtori i projekteve strategjike në Bashkinë e Tiranës, Genc Kojdelis, sqaroi në studion e Oranjuz se një nga kriteret e përzgjedhjes është shtimi i hapësirave të gjelbra. Arkitekti Stefano Boeri dhe studio UNLab janë fituesit e përzgjedhur nga qeveria shqiptare për të hartuar planin urbanistik të Tiranës. Stefano Boeri është një arkitekt i njohur në planifikimin urban dhe pedagog në Universitetin Politeknik në Milano të Italisë. Një ndër projektet e veçanta të arkitektit është ai i pyllit vertikal, në të cilën integrohen ndërtimet moderne me gjelbërimin. Projektet arkitekturore të Boeros orientohen drejt modelit të ripyllëzimit të hapësirave publike dhe rigjenerimit të mjedisit të biodiversitetit. Dhe me sa duket, kjo është një ndër kriteret e përzgjedhjes së kësaj studioje për hartimin e planit urbanistik. Sot Tirana është një qytet me shumë pak mushkërit gjelbra. Në Tiranë e hapësirës gjelbër vis-a-vis numrit popullatës është diku ke 1 metër katror gjelbërim për një numër caktuar banorësh, që është praktikisht 7 herë më pak se minimalja ose niveli më i ulët i Bashkimit Evropian. Është një aspirata jona që ta ndryshojmë këtë realitet në fakt turpshëm për një qytet si Tirana. Tirana pritet të ketë planin e saj të përgjithshëm, të dytin pas atij të vitit 2012, i cili u atakua nga qeverisja e Majt sapo erdhi në detyrë në shtator të 2013-s. Fituesi i konkursit të ndërkombëtar u publikua nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, në rrjetin social Twitter, në të cilin Veliaj shkruan për një fillim të ri dhe punë të mahnitshme që e pret përpara. Për të shmangur mbi popullimin e burgjeve, avokati i popullit propozon dhënien e dënimeve alternative dhe jo burg për personat që nuk kanë kryer vepra të rënda penale. Avokati i popullit i propozon organeve të drejtësisë që për personat që nuk kryen vepra penale të rënda dhe që nuk paraqesin rrezikshmëri për shoqërinë të dënohen në forma alternative si punë në komunitet dhe jo me burg. Në këtë kategori përfshihen edhe të dënuarit për vjedhjet e energjisë elektrike, për të cilët avokati i popullit kërkoi ndryshim të masës së sigurisë nga arrest me burg në ndjekje në gjendje të lirë, që do të shmangte edhe mbi popullimin në burgje. Nuk jemi kundër ndjekjes këtyre njerëzve, por jemi që masa e sigurisë të mos jetë arrest me burg domosdoshmërisht për këto vepra me rrezikshmëri të ulët shoqërore. Dhe gjithashtu jemi për dënime alternative dhe për futjen në funksionim të shërbimit provës për këto vepra. Ne mund të ndërtojmë burgje shumë moderne, infrastrukturë shumë të mira, por pa patur një staf profesional, pa patur një staf të motivuar dhe angazhuar, infrastruktura nuk do të bëjë të mundur për mbushjen e misionit që kemi. Zëvendës kryetari i prezencës së OSBE-s në Shqipëri, Robert Wilton, kërkoi angazhim dhe pjesëmarrje më aktive të shoqërisë civile në monitorimin dhe evidentimin e problematikave të personave që vuajnë dënimin. Është esencial në një shtet modern demokratike. Nuk ka mundësi për një shtet demokratik nëse na mungon shoqëria civile aktive. Të pranishmit në këtë tryez diskutimit të reformave të mëtejshme të sistemit penitencial vlerësuan vendimin e Ministrisë së Drejtësisë për të amnistuar 720 persona në fund të vitit 2015.